Marketet, barnatoret dhe dyqanet e teknikës dhe mobiljeve nga e premtja do të duhet t'i publikojnë çmimet e produkteve të tyre në web faqen zyrtare. Obligimi është në përputhje me ndryshimet në ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve që hyn në fuqi më datë 18 të këtij muaji, pasi pas miratimit të tyre në kuvent dhe publikimit në gazetën zyrtare më datë 4 të muajit të kaluar, Ministria e Ekonomisë në afatin e saktuar prej 45 ditësh duhet të përgatisë një rregullore për mënyrën e publikimit të çmimeve të mallrave dhe të dhënave që duhet të publikohen nga tregtarët që kryejnë veprimtari tregtare me pakicë. Në rregullore theksohet se tregtari i vogël, i mesëm dhe i madh që kryen veprimtari tregtare me pakicë në përputhje me klasifikimin kombëtar të veprimtarive i publikon çmimet e mallrave që plason në treg në webfaqen e tyre në mënyrë të qartë dhe të qatshme përmes një pjese të veçantë të webfaqes së tregtarit të dedikuar për çmimet apo çmimoret. Çmimet e publikuara duhet të jenë të disponueshme pa pasur nevojë për regjistrim ose hyrje shtesë. Çmimet e mallrave, çmimi aktual i shitjes, çmimi për njësi, çmimi promocional ose me zbritje për secilën pikë të shitjes së tregtarit publikohet në webfaqen e internetit në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni dhe përmban të dhënat e përcaktuara në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje. Nëse nga ana e tregtarit ofrohen çmime promocionale ose me zbritje në webfaqen e internetit të tregtarit, duhet të shënohet çmimi i rregullt, përqindja dhe shuma e reduktimit, si dhe kohëzgjatja e promocionit ose zbritjes. Siç është theksuar në rregullore, tregtarët duhet të përditësojnë çmimet e mallrave në bazë ditore, respektivisht çdo ditë deri në orën 10. Në rast të gabimit teknik pa dashje në përditësimin e çmimeve dhe mallrave, tregtari duhet ta korrigjojë gabimin në afat prej 24 orësh.